Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falënderojmë Allahun azza wa jall për të gjitha të mira që na i ka dhënë. Elusim Allahun të na bën nga robët e tij falëndërues, mirënjohës për të mirat e tij, dhe të na ruan Allahu xhallahu ala nga çdo e keqe. Nësa paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Po vazhdojmë dhe të nderuar me emrin e Allahut El-Hafidh dhe dobit që duhet të përfitojmë dhe nxjerrim nga ky emër. Ndikimi i këtij emri në jetën tonë të përditshme. Përmendëm disa prej këtyre dobive në dersën e kaluar dhe mbetëm tek ajo pikë që thamë se Allahu xhallahu ala është ai i cili e ruan robën nga çdo e keqe. Dhe kjo duhet padyshim të ketë ndikim tek robi që të mbështetet tek Allahu xhallahu ala, të lidhet me të dhe gjithashtu të ndjek rrugët që i garantojnë ruajtjen e Allahut azza xal. Nga se ruajtja e Allahut xhalla xhelaluhu do thotë nuk është e do thotë veç një drejtimshë, por ajo vije në dy drejtime. Po është një ruajtje që e kthek në fillim, që Allahu xhallahu ala i ruan edhe bagtit, i ruan edhe mushrikët, edhe i ruan idhujtarët, e rutje, po është edhe e rëndësishme për neve. Si jo, mi pa jashtë më në heret afta. Ne na duhet një rutje e posaçme që Allahu xhallahu na ruan nga devijimi, nga shtrembrimi. Na ruan Allahu xhallahu ala fen ton, na ruan Allahu te baraka ve taala gjithashtu udhëzimin ton, na ruan Allahu xhallahu nga armiku i shejtanit kështu më radh. Mirë po në kuadër sajt na ruan Allahu xhallahu edhe shëndetin, na ruan Allahu xhallahu edhe fuqinë. Në runë Allahu xhallahu ala në pleqëri të shtyr, kujtja mundson Allahu xhallahu ala nga sa atëri duhet rutja më tepër e kështu me radhë. Andaj hadithi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu çarson këtë shumë bukur, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këshillën dhën Ibn Abbasit, ihfazillaha yahfazka. Ruaje Allahun, Allahu të ruan ty. Ihfazillaha tajidhu tijahak, ruaj Allahun xhallahu ala, e gjen gjithmonë pranë vetë atë. Pastaj ka thënë ruaj Allahun kur je do të shlir, të ruan Allahu xhallahu ala kur je vështirë e kështu me radhë. Kjo i bie se robi për ta fituar këtë ruajtje të Allahu xhallahu ala duhet edhe ai të ruan diç. Duhet edhe ai të kujdeset për diç. Mbrana mundësive, mbrana asaj që Allahu xhallahu ala ka kërkuar prej tij. Në qoftë se robi kujdeset për to, atëherë Allahu te baraka ve taala kujdeset dhe e ruan në pjesën e mbetur ku ai nuk ka mundësi me urut. Madje në atë pjesë ku ai ka mundësi, padyshim këtë mundësi e ka dhënë Allahu xhallahu ala, dhe aty edhe Allahu e ka ruajtur. Mi po don Allahu xhallahu ala me pa nga ana jon se ne po ruhemi, po mundohemi të ruhemi e pastaj Allahu xhallahu ala na ruan apo. Andaj Allahu xhallahu xhelaluhu në shumë vende në Kur'an, madje në surën Tauba, kur përmend cilësitë e atyre që kanë bërë tregti të suksesshme me Allahun azza wa jall. Një kategori njerëzish kanë bërë një tregti të suksesshme me Allahun xhallahu ala, sikur se ka në Tauba 111 dhe 112. Inna Allaha ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allahu ka bler nga besimtarët apo Inna Allaha ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum. Ka bler nga ata vetët e tyre, jetën e tyre dhe pasurinë e tyre, që në shkëmbim me këtë t'u jap xhenetin. Kjo është tregtia. Në ajetin 112 Allahu xhallahu ala përmend, do të thotë cilësitë e tyre, kush janë këta, si duken këta. Këta që kanë bërë tregti me Allahun xhallahu ala, e Allahu subhanahu në kuadër të kësaj thotë wal hafidhuna li hududillah. Ata që i ruajnë kufit e Allahut azza xal. Do të ti duhet të jesh një ruajtës, një rojtar i den në kufit caktuar. Në qoftë se gjendesh aty, të ruan Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe ky lloj, po them kështu kushtimisht, reciprociteti nuk është vetëm kët aspekt. Mi po fadhkuruni adhkurkum. Apo më përmendni ju mua, ju përmendni unë juve. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Zbatoni premtimin që më keni dhënë, e zbatoj premtimin që ju kam dhënë. Do të gjithmonë që çdo funksionon kjo punë. Ni po thani ju premtimet e juaja, pritni Allahu me shpërblyes, s'ka s'ndodh. Apo andaj në shumë vende në Kur'an thash, ka ardhur që Allahu xhallahu ala ta ka
porosit që ne ta bëjmë punën tonë, pastaj të vija ajo që ne e presim nga Allahu subhanahu wa taala. Andaj robi duhet të kujdeset, të ruan disa gjëra të caktuara. Duhet të jetë rojtar në disa kufit të caktuar që ka kërkuar Allahu prej tij. Unë do të veçaj prej tyre disa. Kufiri kryesor që duhet besimtarit të ruan dhe po them kështu kushtimisht begatia, malli që duhet të ruan më shumë të besimtari është të ruan tauhidin. Të ruan tauhidin nga se Allah, ai që ruan tauhidin përmes kësaj ruajtje, shumë fish e ruan Allah xhallahu ala pastaj, në dunja dhe në ahiret. Mirë po ai që e gërvishe një los e prish tauhidin, apo ai e prish edhe marrveshjen me Allah xhallahu ala që Allah merret atë. Prandaj kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas, ihfazillah, ruaj Allahun, ruajtja e Allahut nuk kupton ndihmoj Allahut me rujt qiellin. Edhe ndihmoj Allahut me rujt oksigjenin se mos po dal pi kontrolli. Jo, opton. Ti s'keni më këtë më marr. As kush sikur se përmendëm. Po ruaje fillimisht tauhidin. Ruaje që ai mos njolloset. Si ruaj tauhidin vllazëni jam. Fillimisht duke e njoft. Çish ka mundsi një njeri me rujt tauhidin e nuk din çka është tauhidi. Çish ka mundsi një njeri me rujt veten nga ajo që e prish tauhidin sikur sa është shirku, nuk din çka është shirku. Andaj ruaje kët. Sa më tepër ti e ruan tauhidin, aq më tepër Allahu xhallahu ala me tauhid ruan ty. E ruajtja që vije përmes tauhidit është e shumë anshme. Fillimisht ai që e ruan tauhidin, e ruan Allahu xhallahu ala nga devimet këtë botë. Ai që ruan tauhidin, apo e ruan Allahu xhallahu ala nga mëkatën këtë botë. Nëse çdo mëkat që bëhet në tokë, çdo mëkat që bën njëri vjen nga si pasojë mungesës së fuqisë së tauhidit. Nuk ka mundësi me pas fuqi të tauhidit në zemër, apo e pastaj me këtë fuqi të bëhen mëkat. Kjo është e pamundshme. Por kur zbehet fuqia e tauhidit, atëra i hapet dera dhe dalin shesh mundësitë për të bërë mëkat. Dhe kjo është më se e qartë nëse na e përcillim Kur'anin ose fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht çka e ka ruajtur Jusufin alayhi salam që mos bien mëkat të zinas, edhe pse të gjitha rrethanat kanë qenë me ran zina. Sikur se thotë Ibn Qayyim rahimullah, nuk janë grumbullu rrethana lehtësuese për zina në histori të askush që ne e dim sikur të Jusufi alayhi salam. Diku ti lehtësohet me një aspekt, apo po aspektet e ka më të vështirë. Diku kjo, ndërsa Jusufi alayhi salam të gjitha rrethanat e mundshme që ja lehtësojnë një njeri me ran zina i ka pas Jusufi alayhi salam. Qoftë në kuptim të ambientit, qoftë kuptim të pozitës së tij, qoftë kuptim të burimit të joshjes, në çdo rrethan. Apo dhe e ka ruajtur Allahu xhallahu ala. Si pasojë çka vetë ka ruajtur? Thot Allahu xhallahu ala ka qenë nga robët tonë të sinqert. Sinqeriteti është pjesë e tauhidit. Andaj për shkak të tauhidit dhe fuqisë së tij ka thënë jo. Jo për shkak të burnisë që ka pas. Nga se Allahu thot wa laqad hammat bih. Aja ka insistunte wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi. Edhe ai kish me bëhet njëjtën, po që se nuk i kish pa argument Allahut azza xal. Andaj besimi i shfaq madhësia e Allahut azza xal. Sikur të thonë në matë të tefsir, i shfaq ka e gjon tek Allahu me bë këtë punë. Aja ka penguar se bë këtë punë atë. Në tauhid. Ai s'u më fal në atë moment as ka dhon sadak apo këto pse këto mbrojnë se këto do ta përmendim. Mirë, po aja që ka mbrojtur Jusufin atë me lejen e Allahu xhallahu ka qenë tauhidi. Aja ka ruajt pastër këtë tauhid zemrat e tij. Se ka një llos, edhe Allahu se ka poshtuar këtë vend apo ne ka ruajt Allahu xhallahu ala. Gjithashtu a ka ardhur në hadith në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ata 7 persona që Allah i fut në hijen e tij a ditë kur s'ka hije, apo s'ka hije, s'ka stërhim, këta janë atë hije. Kush janë ata? Njëri nga ata, një njeri që e thret një grua me pozitë dhe e bukur, apo për të bërë realitet, çka thotë ajo? Po më morre? Apo ose do të jemi se na del foqja e zë, çka thotë? Inni akhafu Allah. Thotë unë kam tutën Zotit, kur s'bëj kështu.
Inni khafullah, khaufullah, frika nga Allahu azza xal është pjesë e shkafit. Është pjesë e tauhidit. A ne shikon këtu rrethana tepër të vështira. Kur gjinë dikush përballë saj, Allahu e ruan robën e tij nga ky mëkat për shkak të tauhidit. Dhe gjithashtu, edhe në jetën e kësaj bote, sa herë për shembull njerëzit si pasojë e provave të ndryshme, presioneve të ndryshme, të lashëve të ndryshme, apo bin viktime shumë mashtrimeve. Për shembull, në rast diku që i vdes dikush, apo sa manipulime vinë dhe thonë bëne këtë, bëne atë, njerëzit nështë në atë kur duen t'jenë shumë të lidhur me Allahun xhallahu ala, vëllojnë besutnit ata. Na kemi pa njerëz që edhe në qabe shkojnë, apo edhe në bërë qabës shirk bojnë, apo duke u lidh me pena ndryshme atje, duke marr ku e diun çfarë çarshafat nuseve me i vërgu për qabe me pas të mije. Këtë kjo është shirk. Këtë kjo është shirk. Andaj, shika, dikën Allah xhallahu se ka rujt në bërë qabës, e dikën Allah xhallahu ka rujt ma e të malit atje. Pse? Për shkak të emrave apo ngjyrave jo. Për shkak se kjo ka rujt Allah në zemrën e vet, Allah e ka rujt. Ky tani jetë në ka hub Zotin apo. Sigur se ka oni bëntimi rame për ata që s'ka ditë kanë haula ai princi. Ai s'ka ditë kurrë për kësaj këtij mos pajtimi Allah nash, nuk është Allah nash. Po kanë ai kallzom një për Zotin, ka on as nuk kam rënë, as nuk ka jashtë, as nuk ka këtu, as nuk ka aty. Në të kuptojmë që gjithkund është, kanë haula qaumun da'u rabbum këta pa kanë hub Zotin. Ju s'po din ku ka Zotin Allah, ka hub Allahun, ku s'di ku ka Zotin e vet. Prandaj ka njerëz që kanë hub Allahun xhallahu ala. S'dim ku e ka, as nuk e ka të shtëpia, se shpesosh me Zotin apo. As se kanë punë, as punësosh me Zotin. Punësh me dikën tjetër, e as nuk e kanë rrugë, ku e ke Zotin? I ka hub Zotin. E ky njeri apo po, bën ky gjëna shumë kallaj. A është i mbrojtur, a është i ruajtur? Jo. Po të kish pas një thërmi të tauhidit apo. Kish me realizuar të gjitha këtyre manipulimeve dhe spekulimeve dhe mashtrimeve apo. Pse? Pse Allahu me tauhid e ruan apo. Dhe gjithashtu tauhidi e ruan njerin që të ketë përfundim mirë. Ai që ka jetu me la ilaha illallah, vetëm ai ka mundësi kur të vjen vdekja me thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah me vdekje me shahadet apo. Andaj të ruan në momentin e vdekjes. Gjithashtu tauhidi bëhet shkaktar që Allahu më trut nga dënimi i varrit. Në varr kur bie njëri, me çka ruhet apo? Krejt pyetje që bën janë pika që mësohen në ders të tauhidit apo. Kush është Zoti yt? Ku mësohet? Cilën lajm mësohet? Mësohet tauhid. Feja jote, Islami, ku mësohet? Në tauhid mësohet. Ta ditë Gjibrilit atje. Pejgamberi që e kanë dërguar, kush është? Ku mësohet? Edhe kjo mësohet në tauhid apo. Dhe gjitha janë pjesë përbërës të tauhidit. Nëse ke jetuar me tauhid, tauhidit me lejen Allah xhallahu ala bëhet shkaktar që Allah më trut nga dënimi i varr. Dhe gjithashtu tauhidi bëhet sebeb yawmul qiyama më trut për dënimit apo. Madje edhe atëherë kur ka qenë ndoshta ju i fuqishëm dhe njëri ka bën mëkate si pasojë e zbejës së tauhidit, megjithatë tauhidi kur nuk e lën barcën e tij, do të thotë që të mbetet për gjithmonë në zjarr atë. Sikur se ka në hadith me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, se Allahu xhallahu ala i thot me lajkeve nxirrni nga zjarri edhe ata që kanë pas sa një kokër gruni iman, besim, nxirrni. Andaj tauhidi nuk e lën njerin apo. Me lejen Allahu xhallahu ala, e ruan të gjitha këto stacione, por nëse na e ruan këtë tauhid. Dhe ruajtja e tij tash bëhet fillimisht duke e njohur këtë tauhid, duke i garantuar dhe duke i respektuar të drejtat e Allahu xhallahu ala te krijesat e tij. Sikur se ka në hadithin e Muadh radhiyallahu ta'ala anhu, hadithin e njohur. O Muadh, a din çfarë janë Haqqullahi ala ibad, të drejtat e Allahut te krijesat e tij. Çfarë drejta ka Allahu te na? Që njerëzit ja shkelin vazhdimisht, e i shpërfillojnë vazhdimisht, apo sot njëri subhanallahu, ndoshta drejtat e kafshëve me i shkel e dënojnë edhe gjykojnë. E mos flasim për drejtat e tjera, ndërsa nuk ka gjyq mbut apo ndërkombëtare çfarë do të qoftë tjetër, i cili dënon nëse i shkel drejtat Allahut azza. Nuk ka ligj apo mbut
i cili dënon nëse bën tavaf rreth vorrit apo. Në mënyrë më flagrante, më të keqe, shkelt e drejt Allahu xhallahu ala, apo edhe Allahu xhallahu ala sigurisht do të mësojmë nga ana e tij as-sabur, sa i ka mundsi Allahu xhallahu ala më marr në dorë drejtësi sigurisht me gjyku tash, po i lën për ahiret apo. Andaj a din se janë të drejtat e Allahut te krijesat ose obligimet tona ndaj Allahu xhallahu ala. Këto janë, ka thonë pejgamberi, madhi ka thonë Allahu dhe dërguari i tij din më së miri. Atëherë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa inna haqqa Allahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. E drejta e Allahut te krijesat e tij është që ta adhurojnë dhe mos i bëjnë shirk. Kjo është shumë e thjeshtë dhe e lehtë me thonë, mirë po është projekt në vetë jetën tonë me kuptu dhe me realizuar. Nëse na ruajmë tauhidin e ndëruar, Allahu xhallahu ala na ruan neve. Dhe tauhidi bëhet sebeb edhe për largimin e shumë të lashëve sprovave. Ata njerëz që ka ra shkëmbi, apo kur kanë dalë me kërku rrezik për familjen e gjeti. Një pru fëmijëve me hongër bukë, kanë dalë në udhëtarit, në fëmijë kanë dalë. Ka ra shi dhe janë strehu në shpellë, ka ra një shkëmbi madhe, o kam shilë dherë në shpellë. Me çka kanë dalë? 8 kanë dalë me tauhid. Nga se 8 kanë thonë në fund, se kur kanë përmend veprën, s'ja nal tek vepra, po kanë thonë o Zot, nëse këtë e kanë bërë për hir tëndin, duke kërkuar kënaqësinë tënde, na largo këtë. Kjo është tauhid. Andaj 8 kanë dalë me tauhid. Prandaj tauhidi na ruan edhe nga sprovat e dunjas, edhe nga tërësisht e dunjas, edhe na mundson ta tejkalojmë çdo problem në mënyrë më të mirë, të mundshme, më dinjitoze, më faqebardh, dhe na mundson që të shpëtojmë edhe në varr edhe ditën e gjykimit kur dalim para Allahut azza xal. Madje nuk ka mundësi barçi i tauhidit të pastër që nuk e ka prish tauhidin, nuk ka mundësi më të shkojë në xhenet. Ose fillimisht ose pak më vonë, por megjithatë nuk mbetet jashtë xhenetit. Andaj Allahu të ruan, nëse ti e ruan, e ruajtja kryesore që duhet ta bëjmë këtë drejtim është ta ruajmë tauhidin ton. Dhe mos të hezitojmë dhe ndëruar, as mos të hamendemi në asnjë situatë, në asnjë rast që të mësojmë për këtë tauhid për aq sa kena mundësi. Të kemi çaste ose të kemi një kohë të posaçme mbrana ditës ose mbrana javës, që ndajmë na tash me menaxhim kohën tonë, kjo çështje pra që i kthej çdo kujt, por të mundohemi që të kemi ndoshta kohë të ndarë nga koha jon kur na mësojnë për tauhid. Ose mësojmë diçka të re, ose përsërisim atë që kemi ditë, duke ngulit dhe rënjos më tepër në zemrat tona. Dhe duke dëshmuar kështu se na o Zot po mundon me rujt tauhidin. Apo i pa që nuk e mëson, as nuk dëgjon për të, as nuk pyet kur për të, as nuk angazhohet për të, apo e pastaj bjen shirk, ose pastaj bjen nifak, pastaj ose bjen syfatsi, ose bjen punë tjera të dyta që njollosin tauhidin ose rrënën e të. Çfarë arsye ka tek Allahu xhallahu, unë kam rujt? Njëri që është besuar në dyqan me rujt, apo edhe në pjesën më të rrezikshme ku ka mundsi hanet më shumë se mu pjesa e natës kur s'ka njerëz, ai thot, po shkoj pa të bukë se mund tu Allah, s'kam çaj bëj dugojs. E tani kur të vjedhën, a arsyetohet me, po absolutisht, madje këta që po rujnë, kam dëgjuar që nuk kanë as më ul bile. Natën këta që rujnë, as më ul se ka të lëmë, duhet me rujt non stop në komë thon. Me rujt dugojnë dikujt apo. Apo me rujt që është të hujtin dikush në komë, mos më ul kur më gjithë më rujt apo. Wallahi Allahu xhallahu ala yarun feneti, yarun derneti, yarun familjen e tij, yarun nga sprovat e ndryshme të kësaj bote apo. Mi po qoftë Allahu na shesë na po lodhe me tunet në kom tu rujt tauhidin tonë apo. Mos më lë kur kush më u fut as në vetët tona e as shtëpi tona. Nga ajo der që neve na e cënon dhe na rëndon tauhidin. Andaj ruajtja e tauhidit na mundson që Allahu më na ruaj. Gjithashtu për veprave të mëdha që duhet i ruajmë, e që ato na garantojnë pastaj që Allahu të na ruan neve, me gjitha kuptimet e ruajtjes që folëm më herët, është të ruajmë namazin tonë. Sikur se ka thënë Allahu xhallahu ala, hafidhu ala salawat, që ka hafidhu, e ka bërë fjalën hifdh, ruajeni ju namazin, us-salatil wusta, dhe namazin e mesëm, në të posaçme. E pse ulemat ka mos pajtim se është namazi i mesëm, por megjithatë ruaj namazin. Ruaj namazin, kujdesu për të. A nuk është për neve me një domethënë të posaçme edhe zëruar kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam në moment të vdekjes, apo nuk ka pas mundësi me qëndru kohë të gjatë i këndellur.
nga rëndimi i smundjes, por për aq momente që ka pas mundësi me mbet i këndellur dhe me vedije, për aq e ka shtuzuar me thonë as-sala, apo namazi. Madje thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha i binte të fikt të Muhamedit nga smundja e madhe dhe këndellej me një ujë që kishte afër veti. Dhe pas sa këndellej thonte hal sallan nas au falen njerëz. Mos e merr njerëz pa fal. Shikoj do thot kujdesi për namazin apo. Andaj edhe duke vdikon as-sala, namazin, mos e lëni në asnjë rast. Kujdesni për namazin. E nga kujdesi namazit nuk është vetëm me fal 5 vakte, por kujdesi namazit nuk kupton me kujdes edhe për uljen te, për cilësinë e tij, për kohën e tij, për ndikimin e tij të përditshme. Gjitha këto janë pjesë të ruajtjes së namazit tonë apo. Edhe Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, apo kur është godit dhe është therr me thik në namazin e sabahut, ka pas plagë të mëdha. Saqë sigurisht thotë Ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, kur ka ardhur mjeku me shiku, i kanë dhënë qumsh me pi. Apo dhe qumshi ka dalë nga vrimat e barkut apo. Ka kuptuar se kjo është fundi i tij apo. Ase s'ka mbet asgjë në bark në gjendjen e durshme. Aq don ka pas dëmtim të madh. Para më dikush që është prish këtë pjesë e mbrëmshme nga e therruna e thellë që është bërë Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe shpesh ai ka rënë fikt nga plagët e mëdha, edhe ka ndosh me e qu. Ibn Omeri ka thonë iqidhuhu bis-salah. Vështuni namazi apo ai quhet apo. Dhe subhanallahu sa ka thonë imazini qad qamat as-salah është Ibn Omeri, është Omeri radhiyallahu ta'ala anhu nga ngarkesa mos po ik namazi edhe pse ka qenë në këtë situatë atë. Andaj kjo ka qenë kujdesi për namaz, nuk ka nënë për kurrë hiç. Dhe kush e ruan namazin deri në këtë mos, e ruan Allahu xhalla xhelaluhu. Madje ka pas nga selefi që nga kënaqësia e madhe që kanë përdu namaz dhe nga ruajtja e madhe e namazit e kanë lutur Allahun xhallahu ala që mos me i privu kur nga namazi madje edhe në varr atë. Se ka përdu më si obligim, por një kënaqësi e posaçme që e kanë dhënë atë. Andaj disa për ty janë pa në ëndër se falen në vorë raptan. Në berzak falen. Kësë do mund që ka argument të se hadith të setë, mirë po ondat e burave të mirë në gjendë të selefit, mund me qenë një laj shpresë për neva, po, sa ai që dënë namazi me të është vazhdimisht, edhe në dunia dhe në ahiret. Andaj, ku është çështja me këtë namaz? Së përdo veç me rujt edhe farzin, po me rujt përgjithsisht këtë lidhje me Allahun xhalla xhelaluhu. Në çdo rast, kur do që ndëgjojmë se është e preferuar me u fal. E në veçanti në atë që ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se ka thonë Allahu xhallahu ala, këtë ditë e tregon Tirmidhiu, pse ka mos patim të kulemat rreth saktësisë së tij, mirë po inshallah, hadithi me rrugë që i ka të shumta që transmetu, në veçanti 3 prej tyre të fuqishme e bën hadithin që të kemi mundësi ta përmendim si hadith dhe të argumentojmë me të. Ku Allahu xhallahu ala thotë në hadith kutsi, ya ibn Adam, o biri Ademit, kujdesu për 4 rekatet e fillimit të ditës të mjaftoj për pjesën e mbetur të ditës apo. Atëra Ibn Taymi rahimahullah ka thonë 4 rekate e parë ditës janë 2 sunet edhe 2 farz të sabahut. Kujdesu ti çto rume çto. Ruaj këto 4 rekate. Apo kujdesu për to e kfi ke akhira. Atëra ti çto veç nisja me çtrutje pak apo sa merr ku me rut namazin këtë pjesë të mjaftoj unë me trut pjesën e mbetur. Apo na shumë marrëshë. Ti ruaj namazin 10 minuta, unë tru 23 ore 50 minuta apo. Kjo është namazi apo. Andaj thotë Ibn Taymi, i thotë Ibn Qayyim rahimahullah kur për namazin, do të flet subhanallahu për namazin si një vepër që ndoshta nganjëherë të bën përshtypje se mos ata janë fal të tërçysh apo. Apo se është tërësisht dallimi i madh në përjetime. Tërësisht dallimi i madh në kuptime. Andaj Ibn Qayyim rahimahullah përmend se namazi me lejen e Allahu xhallahu ala jo vetëm që është efikas në ruajtjen e imanit, në ruajtjen e besimit, në ruajtjen e devotshmërisë, por thotë është efikas edhe për shërimin e smundjeve. Është efikas edhe për shërimin e shumë smundjeve. Është efikas për largimin e shumë stresave dhe depresioneve. Është efikas për largimin e shumë shqetësimeve dhe ngarkesave. Është efikas, ka se besimtari me gjithë ngarkesat në këtë dunia që i ka, kur qëndron para Allahu xhallahu ala, shkarkohet nga gjitha këto, duke ia dorëzuar këto brenga Allahut azza xal. Apo që Allahu xhallahu ta shëron e të largon këto të lasha. Andaj ruajtja e namazit, gjithashtu me lejen e Allahu xhallahu ala dhe ruan na garanton që Allahu na ruan neve. Dhe sikurse ka qenë edhe të rritë e selefit, ata jo që e kanë rujt veç vetë me namaz, subhanallah, mi po ata kanë konsideru se edhe namazi kryer si duhet u harun edhe familjet. Andaj Sejdi ibn Musejbe rahimullah
i thënë të djallit të tij, o biri im, unë falem për ty. Jo për hir tonin, apo? Po ka raqate të posaçme që i falit tek Allahu xhallahu ala, që për shkak këtyne Allah më trujt ty joptën. Prandaj me fal namaz, që për shkak gat namaz, më shëzu nat namaz, me shëzu vetëm afrim tek Allahu xhallahu ala, që Allah më bën një lloj sebepi me na lut familjet apo. A kena përru këtë metodë në njëre? Provaja e shesë është efikase, me të lutë Allah xhallahu ala fëmijët, familjet e kështu me radhë. Nëse Allah xhallahu ala ka caktu. Andaj është sebeb edhe për ruajtjen tënde, edhe për ruajtjen e familjeve, edhe normalisht është sebeb për me trujt nga shumë telashe ditën e gjykimit apo. Ditën e gjykimit lëndëruar, a dini sa njëri ka më dalë për Allahut azza xhel? Nuk dim numerikisht sa janë apo. Ti je një pyetje që as nuk shihesh, as nuk dihesh kush je apo. Qysh kom i njoft Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ummetin e tij? Kush janë? Me dritën që do të del nga vendet e sejdës apo. Do të ndriçojnë në vendet e sejdës apo. Madje vendet që ka bër robi me to sejdë, don duart, balli, këmbët, apo që me te i ka ra Allah në sejdë, Allahu xhallahu ala ka ndaluar zjarr me xhenemin me i prek atë. Edhe në qoftë se shkon në xhenem, Allah na ruaj për ndonjë mëkat, ato vende që ka ra Allah në sejdë me to në prek xhenemi atë. Namazet ruan edhe atëherë kur janë krizë, edhe kur janë situata kritike. Madje ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata që do të hinë në hijen e Allahu xhallahu ala atë kur s'ka jetë kush ata thon. Wa shabun qalbu mu'allaqun bil masajid. Ai që e ka pas zemrën e lidh për xhamia thon. Çai vjen zemra për xhamia ti, jo më po xhamin se është e bukur, po pse aty adhurohet Allahu xhallahu ala thon. Andaj sikurse Allah ka përmendur surën El-Jin, wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada, se këto faltori janë për Allahun xhallahu ala. Këtu veç vjet Allah më ja konfirmoi se na ty dojmë, apo pse shkuat në xhami atë? Pse është namazi? Për shkak se është lidhje e vetme, apo që të lidh me Allahun xhallahu ala. Prandaj dietarët me drejt në këtë pikë e kanë një mospajtim të njohur, ku plot për ty ne mendojnë se çdo lidhje tjetër që nuk kalon përmes namazit është e shkputur. Nga se e konstruojnë lëndësin e namazit pa besimtar, apo? Nësa pjesa e mbetur ulemave, edhe që nuk e konstruojnë të tillë, apo? E konstruojnë se është në një rrezik shumë të madh që nuk mund të zgjatë për kohë të gjatë kjo shkputje. Andaj ata nuk gjykojnë për momentin duke pas parasysh rrethana të caktuara, por pastaj më tutje nuk garantojnë se ky njeri nuk do të përfundon në ndonjë nga Allahu na lut luginet e shkatërrimit të kësaj bote. Prandaj namazi tha që na lidh me Allahun xhallahu ala. Namazi ai që na qetson. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmend: "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi s-salah." Knasia, prehja, pushimi më është bërë mua në namaz. Ose sikurse ka thënë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, sa e ka ngarkuar ndonjë çështje, apo ka qenë i shqetësuar me ndonjë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fazia ila s-salah. Ka shpejtuar në namaz, ka shkuar në namaz. Ose ka pas ritmi thon Bilalit radhiyallahu ta'ala anhu, "Erihna bis-salah." O Bilal, na pushon me namaz, na ka lodh dunjaja. Çfarë dunja ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kur i cili ka pas në shtëpi një me një zë e kona, na ka pas në bukë thjesht e ka hungur, apo ka na ka lodh dunjaja. U lodhëm. Këtë tjetër ne ka pas davet, këtë ne ka pas thirrje, këtë ne ka pas për Allah xhallahu ala. Pen sabah kur ka dal, me çka u marr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ka jetuar nga plaçka e luftës, tregtis ka bomo. Andaj që ka qenë me tani ta ka qenë xhihad, ka qenë mësim, apo edhe kur ka thonë na ka lë dunia erihna bis sala. Na ka ngarku dunia, na bë me pushua me namaz. E ç'është duhet na që na ka stërlodh dunia apo. Qoftë me lakmin, qoftë me ndjekën e saj, me përjetu nevojën tonë që kemi për namaz. Andaj Allahu xhallahu na ruan me namazin e ndëruar. Na ruan. Edhe vallahi që ata na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që fëmijët nga mosha 7 vjeçare apo të fillojmë me mësu namazin. Madje të mësojmë përpara, por kur i kanë 7 vjet ti urdhërojnë me u fal. E kur i kanë 10 ka pak edhe me i rrah për shkak se nuk falen, nëse veç nuk kanë mësuar me u fal deri atëherë, me i rrah nga pak, për çfarë arsye? Nga sa ai fillon tash me kuptu, ai fillon tash me dal, ai fillon tash me u përzi, deri 7 vjet tek nga vetë. Apo 7 vjet është fillimi i shkollës me shkollë, përzimi me njerëz, përzimi me mësime, përzimi me lloj ideologjie. Ti suneruan gjithë këna thon. Jepja namazin, Allahu me namazin ku do koftë thon.
Allah xhallahu ala me namaz ku do shkosh? Në shoqni, ku do qoftë, kur janë koha namaz me len Allah xhallahu ala, nëse falet Allah xhallahu ala me namaz. Andaj edhe në jetën tonë të përditshme, sa njerëz nëse edhe janë largu, mi bën qoftë i ka met litari namaz i lidhur me Allah xhallahu ala, nuk ka shku shumë larg apo. Ai me lehtësi dhe kthehet, i pa që shkputet nga namazi, por lamash pastaj devijimi i tij të shndrohet në udhëzim apo. Andaj namazi me len Allah xhallahu ala na ruan apo. Edhe na ruan tash në dunja nga rreziqet, edhe na ruan sikurse ka përmend Allah xhallahu ala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, se namazi është ai që na ruan nga punët e pamoralshme të dyta, na ruan nga çdo gjë e keqe, na ruan me lejen Allah xhallahu ala. Gjithashtu nga ajo që i na urdhnu me erujt, që Allah xhallahu ala na ruan është të na ruar të ruajmë shikimin, të ruajmë dëgjimin, ka se për gjitha këto kemë dhënë përgjegjësi para Allahut azza xal. Nëse robi e ruan dëgjimin e tij, nuk dëgjon gjithçka, dhe nuk shikon gjithçka, është i ruajtur tek Allahu xhallahu ala. E ka pranuar Ibn Qayyim rahimullah në nunin e tij që flet për xhenetin, një varg ose disa vargje të rëndësishme që me të vërtetë duhet me menduar aty në atë. Thot Ibn Qayyim rahimullah se njeriu në këtë botë, tash kjo është koment, vargu është padyshim poezi ka përmend, mirë po në kuptim të asaj se sa më tepër robi, subhanallahu, sa më tepër robi ruhet në këtë botë nga shikimi, apo nuk shikon atje ku nuk duhet, aq më tepër i zbukurohen begatit në xhenet. Në që anti gratë që Allah ka mëndëruar me to. Andaj bukuria aty në varet mos harxho këtu. Sa të harxhosh këtu, atje fillon më u prish apo. Edhe pse atje këtë është e bukur. E bukurinë e xhenetit e ndrejsh ti pikë këtu apo. Që s'ngan çka apo s'duhet më ngu, atje zbukurohet më tepër. Nuk shikon ku duhet më shikoj sa më tepër të ruash, këtë shkon në dobi të zbukurimit atje apo. Kur gjë hoç nuk shkon apo. Andaj çdo ulje e shikimit të që robi ruan apo i harun Allahu xhallahu ala për të zbukuruar xhenetin e tij apo. Madje para xhenetit i harun Allahu xhallahu ala për të zbukuruar shoqëruesin në varr që kam i ardha apo. Gjasë kur bën njëri në varr, ai vjen njëri, edhe ai njëri mund me kon edhe shëmtuar për të zbukuruar apo. Andaj për aq sa ne ruhemi, na harun Allahu këtë shok që të zbukurum. Për aq sa ruhemi, na harun Allahu xhallahu bukurinë e xhenetit apo. Andaj për aq sa ruhemi edhe në shikim edhe në dëgjim, për aq edhe Allah na harun nga përgjegjësia e madhe që mund ta kemi ditën e gjykimit ku Allahu xhallahu ala thot: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Mos u merr, mos u ndal. Mos u preokupo me atë që ti s'kil për të s'ki dije. Mos fal për atë. Pse inna as-sam'a wal basara wal fuada, gjasë dëgjimi apo edhe shikimi, al fuad edhe zemra mrena që është ndikun nga shikimi dhe dëgjimi, kullu ulaika, të gjitha këto kana anhu mas'ula, do të jenë të pyetura për njërin yawmul qiyamah aftën. Para në kur Allah e pyet synin, çka këqyr kjo që të ka bajt? Çka kam i ka dhënë synit apo? Kur Allah e pyet veshën, ku të përdor kjo robi jam? Se këtë kam e kon dëshmitar të njerëzit apo yawmul qiyamah, këtë kam e dëshmuar për njerin ose kundër ti. Tash para në kur syni diku dëshmon se ja rab apo më dhunojke, se ky syn është ka natyrë të pas, ky don me pa paç. Por Allah xhallahu se ka hap këtij pushtet me vendos. Andaj ky është shërbim të njerit. Mirë po, në ditë për ditë kam e dëshmuar edhe ky apo. Ku të përdor kjo robi jam? Para syni më thon, valla ja rab, më ka dhunuar apo kur s'ma ka kënaq shpirtin apo të synit, kur s'ma ka kënaq të kthyer në Kur'an. Kur malli merr ka apo me kthyer fjalën tonë, kur syrken fjalën tonë apo. Ose veshë për shkak më thon që valla mallë kum pas një fjalë tonë zot me një, kur s'm lejke me nguapën. Mosh kemë pislëçe të muzikave të merrave të tjera dëshma apo. Çu puna këtu tek Allahu xhallahu ala. Andaj ndash me trujt Allahu xhallahu ala nga këto dështime, nga këto zhgënime yawmul qiyamah, rujti këto gjymtyr sot në ditën e dunjas sot kur je këtu. Ka se për gjitha këtu Allahu xhallahu ala përmend se kemë më dhënë përgjegjësi tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu nga ato që duhet me rujt, që Allahu xhallahu ala ka përmend fjalën hifz. Ruajtja është ruajtja e organeve gjinitale, që mos i keq përdorim, mos i përdorim haram, nga sa Allahu xhallahu ala ka kërcënuar rrepsish kush i keq përdor. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka garantuar xhennet
atyre të cilët i ruajnë këto, sikurse ka thënë pejgamberi, sikurse ka thënë Allahu xhallahu ala për robët e tij të mirë, walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Apo ata që i ruajnë organet e tyre, nuk bëjnë haram, nuk bëjnë zina, janë të kujdesshëm. Edhe kjo është rujtje që duhet me rujt njëri apo. Edhe kjo rujtje është rrjedhimisht dhe në mënyrë të domosdoshme e lidhur me ruajtjen e shikimit të veshtëve. Ai që nuk e ruan shikimin, ai që nuk e ruan gjuhën, vallahi kjo ka më e qutë kjo. S'ka çare. Nuk ka çare nga se këto janë delegat e organit apo. Që përmes ti shkohet atij apo. Sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el ainu tazni wa zinaha nadhar, syni bën zina, e zinaja ti është shikimi, wal udhunu tazni wa zinaha as-sama, edhe veshi bën zina, para veshi bën zina. E zinaja është dëgjimi apo. Po më dëgju muzikë apo ku përshuhet trupi i gruas ose ku përshuhet dashuria ose ku kjo zina është. 99 sa më mërmania. 99% të këngëve janë zina. Se këtë përmbajtja është domun me dashuri, me punë palidhje, me punë dështume, me gjëra që Allah xhallahu i ka ndaluar. Andaj ato tekstet e atilla. Edhe mos më qenë të përcjellura me instrumente muzikore që e bojnë haram, veç teksti e bën të fllëçt apo. Mandej nganjëherë teksti më i fllëçt se vetë muzika që e përcjell apo. Andaj o zinaha sama, sa njerëz në udhë bla bojnë zina me ndëgjim ty apo. Allah na ruaj apo. Wal yadu tazni o zinaha al-badsh. Edhe dora bën zina. E zinaja sa është prekja apo. Me prek gratë huaja udhë bla. Kjo është zinaja. Sa e ka ndaluar shariati me prek dorën e hujt gruas, më përshëndet me ta apo. Wa rijdu tazni wa zinaha al-mashi. Edhe këmba ka bën zina. E zinaja sa është shkume dhe të vani ku mush me buzina. Qyshit në kuptoj kjo. Po për shembull, me ec me kom, tetë në vend ku mush me zina me sy me buzina, edhe kjo zina e këmbë vaptan. Qase të kanë qute në vend ku e bashkangjit ti procesin dytë edhe një gjymtyr tjetër, sigurisht është shikimi ose ndëgjimi. Pastaj ka mas këtij procesi, wa kullu zalika yusaddiquhu al-farj wa yukadhibuhu. E pastaj tërë kët e vërteton apo ose përgënjeshtron organi apo. Po, zina në kuptimin e haramit madh e vulos organi. Mirë po, shika kejt deri të vjen të kjo e ka përmenë se kejt të e qënë dhe ati apëtën. Kejt të ja lecojnë, që ai pastaj vetëm me e vërtetu tërë këtë proces që e zhvillu Allah në rrutë apëtën. Atë du të më rrujnë nga fjallët, du të më rrujnë nga sytë, du të më rrujnë nga veshtë. Gjitha këtu, Allahu xhallahu ala ka kërku për një që na me i rrujtë maksimalisht, që Allahu xhallahu të në rrujnë e i apëtën. Madje ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men yadman li, kush më garanton se ka më rujt çka ka mes dy nofullave, gjuhën. Edhe kush më garanton se do të ruan çka ka mes dy këmbëve të tij, ja garantoj xhenetin atë. Ruje kët, t'japet kjo aftën. Marrveshja drejt për drejt me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i është i autorizuar nga ana e Allahut azza xal që t'jap këto garanca dhe të bën këtë marrveshje me robët e tij aftën. A ka mundësi me dyshuar në marrveshjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për xhenet? Absolutisht, nga se i ka thonë Allah xhallahu ala, garantojnë në emrin tim, se nëse zbatojnë, do të zbatoj premtimin që ti u ka dhënë. Andaj kjo është rrugë e rëndësishme që Allahu xhallahu ala të na ruan. Andaj sa njerëz fatkeq Allah nuk e ruan gjuhën e tyre. Flasin gjëra ganere, po jo, po bëj hajgare, vëllezër nderuar. Nuk është absolutisht e pëlqyme, madje as nuk është cilësi e burrnis apo që burrat të flasin mohabete të grava apo. Allahu na ruaj apo. Në çfarë lloj mënyre apo? Madje nganjëherë edhe gjërat e lejuara apo banalizohen apo. Për shembull kur bie fjalë për gunë dytë, apo edhe këtë kanë bërë disa herë. Marrja e gruas dytë, marrja e gruas tretë, marrja e gruas katër, gjitha këto janë gjëra të qartësuara me shariat, e lejuar është, nuk guxon kurkush një harf me mohuse del pi dini. Apo kupton? Kjo çështje e kryme për neve apo. Po jo më banalizu, se ka ndërmend kur gjë e tash nga Maraku dhe shyrë e epshit flet apo që kjo tek kisha, udhë billah. Nganjëherë kemi ndërhyjë se përfshihen larg asaj. Përfshihen ndoshta edhe motra muslimane të mbuluar apo në këto muhabete fatkeqësisht të grave dytë, të grave teta ku e di çfarë pa mbulesë shariatike apo. Kjo është haram, kjo ndaluar. Nuk bëhet hajgare këto punë. Apo nuk lejohet burri me bëj gare me këtë punë, pas nuk lejohet gruaja me bëj gare me këtë çështje. Për shembull, ndaj motrë muslimane, kërse me nguc një motrë më thon, për shembull, apo merr për burrin tan për shembull. Kjo s'ban. Me bë më thon burri po,
atër akti bëhet tamam, s'ka çare pa ardha atë, se në martesë s'ka hajgara atë. Nuk ka me thonë një për shembull, një njeri ta kisha dhënë çikën atë. Për shembull, ai thot, po e mor fund. Për shkak se ka thënë pejgamberi thalathun jidduhun najad wa hazluhun najad. 3 gjëra sin hajgara, sin për një men. Se s'luhet me ndërë valla. Se mjafton xhelozi, vallahi që më thon dikush e se ka njëta thon. Çuçi e shkëmben hajgarën derin tonë valla. Ose e përdor. Që këtu janë domon pa kujdesi që vin nga ana e gjuhës në këtë temë tonë Allahu na ruaj. Nëse mund të bëhet kjo edhe përmes gjymtyrë të tjera, ai që dëgjon ose ai që shikon ose kështu më radhë. Andaj Allahu xhallahu ala na ka porositur, na ka thënë që ta ruajmë nderin ton duke i ruajtur këto gjymtyrë. Dhe kush i ruan këto gjymtyrë, e ruan Allahu xhallahu xhelaluhu. Gjithashtu nga ajo që Allahu na ka porositur me rujt, është wahfadhu aymanakum, betimet e juaja, ke bëu ruaje. Ruaj betimin. Mos e prish betimin, sikur se fatkeqësi ndodh që për diçka thjesht njëri e prish betimin, hajri inshallah as nuk e shpaguan pastaj, as nuk e ndon se çysh mja bukse punë, sa herë ndoshta është betuar, ka thy, pa shikues ose ka rruaj që është betuar, duhet të ketë me rujt. Ase betimi është ka shenjt. Prandaj nuk lejohet më betu në askën pas Allahu xhallahu ala, pa ne duhet me rujt betimin. Ja se Allahu xhallahu ala ka porositur me rujt. Andaj përgjithsisht besimtari është ai që këto i ruan dhe shumë të tjera që Allahu xhallahu ala ata me rujt. Andaj nëse na i rujm këto gjëra, e ruajm premtimin dhënë Allahut azza xhall, sa ai është Zoti jon, ai është i adhuruari jon. E ruajm premtimin që ja kemi dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se kena me ndjek atë. Allahu ka më ruajtur në dunjë dhe në ahiret. Andaj kjo është hafidh, kjo është marrëveshje që na e bëjmë me el hafidh ose el hafidh, çajt na ruan neva. Prandaj Allahu xhallahu ala wallahi kur nuk mundson që ndonjë pabesimtar, çfarë do lloj kategorie të jetë, çfarë do lloj krijese të jetë, shejtan gjin, shejtan ins, nuk lën Allahu xhallahu kur ai të jetë mbi kokën e një muslimani, përse një musliman nuk e ka prish vendin dikun që dosh me rujt atë. Ti i rujtun, sikur se kam përmend vazhdimisht, muslimani është hermetikisht i mbyllur me imanin e vet. Apo dhe nuk ka depërtim shejtani kurkun. Përse nga jashtë, sikur se Ademi në xhenet, shejtani s'ka hyrë në xhenet me merë që ta kapë haje. I ka fawaswasa lahu ma shejtan. Po vezvese pe jashtë po. Po ne modhe fjalë të kota, si më kon ti fortifikuar mbrana dikun mirë, për jashtë dikush me bërtit, kur të nxot ta bëj atë që s'ka as më afrua po. Po ne modhe bërtet sa dush. Ama kur të çelësh derën e ai hala të bërtit, e çatë bëhet rrezik. Çatë fillon më bëhet rrezik, ti ja ke çel derën, e ai plus të bërtit është, tani mund të bëhet rrezik atë. Andaj përse ti i ruajtur, ke dyrt i ke ruajt mirë, i ke mshin, e ke ruajt syrin, e ke ruajt shikimin, e ke ruajt veshën, e ke ruajt gojën, e ke ruajt gjymtyrë tjera, e ke ruajt tauhidin, e ke ruajt namazin. Wallahi Allah ka më trut atë. Edhe në çështë ndodh në isprov është për me fuqizuar rujtjen. Veç çikaq. Kurse më tepër atë, më të ashtu dozën e rujtjes atë. Përndryshe nuk të bën dëm kurrë në këtë dunjë e as në ahiret. Në qoftë se i rujt nga ana Allah xhalla xhelaluhu. Dhe fundi që do të përmend lidhur me këtë çështë. Do të ndëruar. Lidhe me emrin Allah xhallahu ala, el hafidh është na përmend se Allah xhallahu ala i ruan veprat e robëve. Andaj kjo në aspekt duhet na inkurajon dhe stimulon, por edhe në aspekt duhet na kërcënon dhe na tregë vërtetën. Apo çdo vepër e mirë është e ruajtur tek Allah xhallahu ala. Ka për shembull je në disa pozita të caktuara. Për shembull ndodh e ke thonë një fjalë ose ke zhvilluar me dikon një debat. Ose ka qenë një pamje e bukur, për shkak të njerëzit, apo që fëmia e tij e ka bu. Sa kish pas qef me kohën që e ngjizum apo. Apo sa kish pas qef që me kohën e shënuar me dikon apo, që me pa ose me ndëgju. E ke ndëgjuar ndonjë fjalim dikun të bukur, po kurkush është mua apo. Sa kish pas me kohën e ngjizum apo. Për me rikujtu, me kthjell në situata të caktuara, me të kujtuar diçka të mirë. Mirë pa e ka shkuar apo. Ndërsa tek Allahu xhallahu ala gjithçka bëhet të regjistruar. Dhe kjo më njëna stimulon neve. Edhe që njerëz nuk e regjistrojnë, edhe që ata se kanë ditë, edhe që ata kanë harru, dijes tek Allahu xhallahu është regjistruar. Nga sa është el hafidh, taj nuk kup kurrë. Dhe kjo na stimulon neve në mas të madh që ne të bëjmë punë të mira apo. Dhe në tjetër të dim se ka mos ndonjë gjuna, njerëz e kanë harru, na e kanë harru, dhe kanë bënë shef, nuk kemi ditë. Ajo është e rrugë tek Allahu xhallahu ala. Andaj përdor mjetet të shlyrjes. Apo e ke po si atje në kompjuter është një sport. Çfarë pëlqen veç atë e gjun. Apo e gjun. Dikur kur s'pëlqen as ti me kohë që apo aty empty apo çprast edhe çpraz atë sport në çpraz. Apo çfarë është edhe këtu? Ka diçka që në dokument këta kamerë që është mirë e ke po që i keq ato. E që kap,
Shumë lehtë është elhamdulillah, më lehtë se në kompjuter është atë. Ai që fshin atë. Harrohet apo punë atë. Mi po nëse e lën el hafidhi tarun atë. Atje te kallon nuk shlyhet kurrë pa doshti. As e mira as e keqja. E mira ruhet, por jo se harun ti atë mirë. E shlyrësi i të mirave te el hafidh është syfacia. Dëshira për mu lavdu, për autoritet. Atër e hjek për kësaj, thët se e ke hargjit. Ka s'ka dua fati, këtu së në rënd të është kjo mund. Këtë raft, së rënd, du të me hjek për këtut. Apo në që se harun, të harun. Edhe të keqen. Në që se dënë më urujt atje, e harun duke vazhdu në gjuna, e harun duke livdu me te, e harun duke umbur Allah në rujt, të harun Allahu. Së të hup, qysh du shtejt apë në ty. Ki qef me rujt, të harun. Ki qef me shly, e shlyn. Qysh po ki qef tjeve? O mëne që na kem qef, Allah më në rujt, të miret, edhe do që si kena bo, më një qiqet tjeve. Mëne ishtu. Qështu kem qef na? E qështu jo bënë Allah që levon, apo? Ti e ke bo një, kur shkoj në ravë 10, më një e kom prune, 10 i ke pru. Ose 700 kari kom pru, ta mu shrafën, ti e ke pru veç një qantë, kur shkoj 700 qantë atuja, apë. Si kom pru këtë, veç një kom bajt. Këtë i ke pru, këtë që kena rujt për ti, s'ta kena hu pas një, apë. El hafidh, apo. E te qantë dhe gjuna, një e ke qu, një qaja, një atarun, si banë 700, apo? Po me gjithat, që se dhe me të arrujt, të arrujt, apë. I po nësë kem qef Allah gjellëvara me në arrujt, gjuna e tona, po kem qef Allah me në i shly. E po shly, pra, shly, apëtën, me ato që Allahu xhallahu e ka bërë shlyrës të mëkatit atë, sikur se është tauhidi, e sikur se është namazi, e sikur se është pendimi i sinqert, shlyhen të gjitha. I shlyen Allahu xhallahu ala. Ai ato detyrën Allahu xhallahu mbesi vazhdimisht, ato nuk shlyen nga detyria Allahu xhallahu ala, po shlyen nga rafti ku nesër në bazë i kemi dhënë përgjegjësi para Allahut azh. Andaj për ta rikujtuar Allahu xhallahu ala se kanë harruar, po, sikur se kanë përmend, e afron rrobën e tij dhe i thotë atë kujtohet. Këtë në rafë sështë, që përshë këtë zdo këtë liber, se kemë këtë liber, po veç dhije që është, afër. Na e dim se kjo ka egzistu, afër. Mi po ta këna falë, ta këna mlu, si kurse ta këna mlu dhe në dunja, afër. Andaj, kjo është el hafidh, dhe kjo është emni Allah Gjallahu Ala, që folën për te në kuadrë të kohës që e patëm, me këto dobi dhe këto ndikime dhe përfitime të shumë të thash që me të vërtet në qofë se i praktikojmë, në qofë se i zbatojmë, në qofë se i kujtojmë, në qofë se mirim me to, me lejnë Allah Gjallahu Ala, do të na përmirësojmë kvalitetën e jetës, do të na përmirësojmë vallai raportin me Allah Gjallahu Ala, do të na përmirësojmë gjendjen e imanit tonë. Dhe ky amën, sikur se edhe filluam atje në ligjëratën e parë, sikur se ka Ibn Qayyim rahimullah. Në qofë se adhurohet Allahu me të shpihen në drejtin e murakabes, sa Allahu Gjallahu Ala është ai që truan dhe ai që përcjell. Andaj me kaq po du me i dhon fund kësaj, elus Allah në manduar që Allahu të na bën nga ata që Allahu i ruan. Dhe elus Allah në manduar të na bën nga ata që ata i ruajnë kufit e Allahut, i ruajnë emanetet që sikur duhet, e që Allahu pastaj të ruan ata. Me kaq po i dhon fund, Allahu xhallahu ala shpërbleft, ju paguft, ruajnë nga çdo e keqe. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.